se regjistrimi në Booking gati mbi 2000 njësi, që shërben në qytetin e Tiranës, jo vetëm në Tiranë. Pastaj në Bregdet ka hoteleri, ka dhe apartamente të vogla apo shtëpi pushimi që regjistrojnë në Booking apo në Airbnb. Kjo ka sjell rritje të çmimeve të qirave në Tiranë, gjithashtu edhe një rritje të çmimit të apartamenteve. Ta marrim konkretisht, nga qershori i 2024, tani jemi qershor 2025, sa janë rritur çmimet pikërisht në këto struktura? Në këto struktura janë rritur gati me 30%. Me 30% për një vit? Për një vit, 20-30% për një vit. Në Shqipëria ka një rritje, po themi për në tregun e pasurive të paludishme 6 dhe në 8%, po me industrinë e Booking apo të Airbnb-s, kjo ka përshpejtuar rritjen në çmimet e qirave dhe çmimet e Kjo është gjithashtu